Ne jetojmë në një vend ku një faqe interneti jeta e shqef, jep lajmet e shqiptarëve. Edhe tek ajo faqe u bë publike një video që përmbante dhunë. Atyre vajzave që jo dini se çka ka ndodhur në Fier. Po marrë shkase dhe si kontenter që jam, thash ta hapja edhe unë telefonin të bëj një video të thoja 2-3 gjëra me ato që di. Se njeriu gjithmonë thot ato që di këtu. Se për shembull je këtu ti, shikon këtu. Të shikosh me sy ti po trurit lidh fjalët. Do rish kështu ti. Goja do flasi po trurit lidh fjalët. E gjithmonë njeriu thot atë që ka në tru. Tash e para punës dhuna nuk është as pak e mirë. Për asnjë. As për ata që e kanë bërë, as ata që po e bëjnë, edhe as ata që do ta bëjnë. Për asnjë nga këta dhuna nuk është e mirë. Tani, të dyja anët e familjarëve, si familja e asaj vajzës dhe si familjarët e atyre vajzave të tjera, janë në momente shumë të vështira. Okej. Tani e ka faj familja, do thoni ju, se shumica thotë e ka faj familja. Unë pash disa reagime të disa vajzave, të disa djemve, edhe disa të famshme me emra që nuk i mbaj mend se kush. Reaguan në mënyrën e vet. Tani unë do reagoj në mënyrën time dhe do t'u them të dyja palëve mos të mërziten. Çdo gjë ndodh për një arsye, është një veprim i bërë nga adoleshent, me kohën përpara do kalojnë edhe do harrohen edhe do shërohen plagët, se çdo kujt i shërohen plagët me kalimin e kohës. Zoti nuk të las njerë vetëm. Qofse Zoti ta jep ty një të keqe, ta jep për një arsye. Edhe ne dim shumë mirë. E din shumë mirë ata që kanë kaluar halle të mëdha. Ata që kanë humbur njerëz, ata që kanë humbur paran, ata që kanë humbur veten e vet, ata që kanë humbur shoqërinë, ata që kanë humbur çdo gjë. Edhe ata janë akoma sot vazhdojnë marrin frym, janë të qeshur, janë të gëzuar, janë më të mençur, sepse kanë nevojë planeti për këta lloj njerëzish. Pastaj janë ata njerëzit e tjerë që ju e dini vetë që nuk kalojnë shumë vujtje, e kalojnë jetën më bukur, e kalojnë jetën më pastër, e më thet thash. Tani, të dyja palët e familjarëve mos të mërziten, ta falin njëri tjetrin, se njeriu që fal është njeriu më i gëzuar dhe njeriu më i lumtur në planet. Njeriu që fal, mbajini mend, njeriu që fal nga zemra vetë, heq nga trupi dhe thot unë e kam falur, është njeriu më i pastër dhe njeriu më i lumtur në planet. Mos e harroni asnjëherë. Tani vazhdojmë tutje. Do ta kthem pak në mënyrë kështu çik si me shaka. Ju kujtohet ju kur thoja unë, o mame, rrimoj që do nusen se që dëgjon noizin, edhe po të gjeti vetëm te qymeci, është e mërzitur, do të bëj feta sallami, do të bëj çingla mingla, do të rraj. Jo, thoshit ju. Unë kam vetë në eksperiencë të gjatë. Takova njerën unë, vajtëm në Vlorë në ndin, denjë mo që oqe një ore ca, ja thash gjithën për vete time, unë këshu e unë ashu. 5 minuta pas i mbarova më fjallën, më të hapër TikTokun ajo, më t'i dal klevjo. O, filloj këndoj buza jo. Oj, më rëf shko pache, thash unë moj. Harrove ti që të thash unë, në vend më shikoj këshu më ngrejna i pyetje, po vajti tak te klevjo, te noizje, te frojzi. Hajde baba, majde. Kështu ma beti dhunës, dhuna nuk është e mirë. Do t'ju tregoj një rast në familjen time. Kur vjen ma beti te dhuna, tash i vandami im, si të gjithë baballar shqiptar, e kishte qik qef rakin. Edhe ne të vegjël, kur them ne unë kam 2 vlezër të tjerë, pa ata i ka bërë mamaja budalenj. Vetëm unë bëra kontenter, ata në budalenj, ata s'duan dalin për video. Edhe të trene atje të dhoma, po flinim gjumë pisku vapës, më të ardhur vandami, tapi deur. Tash i dera për jashta na kishte një marifet, duhet ta ngrije çik kështu, tërtëlloj qelsin e të hapej. Se si rregullonin një dyert atyre, po nuk vinte dera në shesh ose të hante mola, s'kishte shanse ta rregullonin me. Jo, s'kish mundësi. Edhe vuajt hapte që s'hapte dot. O, grua gjy. Una brenda. Thash unë atyre 2 vlezëre flini gjumi, thash unë se do kujtohet që do në ato arrakatliqet e mia, do më rraj mua kot, do t'ja thot rakia. Thash atyre unë gjuma ta me mua.
O, grua që një 3-4 herë fort më të dëgjuar mamaja. Erdha jo shkreta, erdha. Tashi mashkulli e thot shkenca ka 5.000 fjalë në ditë, kurse femra ka 7.000. Vandami imi hargjon në pazar 4.997 fjalë, edhe ngelshin 3 fjalë. Do të them unë që ishin 3 fjalë dhe vandamit që ngelshin kur vitën në shtëpi. Pse se ka hapur derën ti thaj, pse se le hapur? Ore thaja po flinin çunat brenda e thash thaja mo hyna njeri edhe na me lekë të organin, se kishim ja 250.000 lekë vjetra të organin. Si kisha luetur ato se ishin të fundit, qare, pak jeri sharrar atyro? Tha mamaja, ore, po ti mëso të hapësh thaja, se s'ka në i gje. Sa i thot mamaja mëso të hapësh? Ku ti flet kështu ti thaje? 3 fjalët e fundit që i ngelshin atit, i zbras ato 3, e plotësoshin 5.000 për një mashkull. Kujt i flet ashtu? Ciao! Dask mamas. Ajo shketa po qatë bera re, mërtje më, qatë bera. Kujt i thua ti ashtu, mëso të hapësh derën, ashtu i flitet burit, mëso të hapësh derën, pse se mëson? Unë e digjoja, thosha unë në rof shko pache, di mua në rof shko pache, veqe mos u rriqa unë. Po tash i jam rritur unë. Se si babaj nuk ka. Se babaj të ben kokën. Të ben kokën babaj apo jo? Po tash i që rrita unë, qa ti bej babaj tonë, ti them që tim ke rarë maman, ta varë pe gjue? Po nuk bej ata jo gjë. Se njerëzit ashu janë të paditur. Prandaj vim ne brezi tjetër, prandaj babit ashu maman për të ardhur në një tjetër. Për të bërë bota më e bukur, me njerëz më të mençur, me njerëz më të ditur. Me njerëz më të kulturuar, me njerëz që s'përdorin dhunën, me njerëz që nuk të gjykojnë, me njerëz që nuk të fundosin. Ere se ka plot në këta. Kështu i njësha, kujdes me dhunën. Mos shkaktoni dhunë me njeri tjetrin, mos vrisni shoku shokun, shoqja shoqen, burri gruan, vllai motrën. Jemi të tërë bira nenash edhe bia nenash, të tërë duam jetën, të tërë duam të gëzojmë, të tërë do të na qeshi qik stomaku, po. E di që është jetë e vështirë, sistemi i vështirë, po. Të pak të ne me njeri tjetrin të kemi shkorje. Ha u kam rigja.